Partia Demokratike zhvilloi këtë të shtunë një protestë kombëtare përpara kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres, njëherazi ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Protesta u thirr nga opozita si reagim ndaj skandaleve të Ballukut pasi u more pandehur nga SPAK për korrupsion dhe abuzim me tenderat. Socialistët e shtyn vendimarrjen e Këshillit të Mandateve për në datën 28 janar. Kjo ka bërë që opozita të organizojë protesta përpara kryeministrisë. Nga protesta, Berisha ju drejtua me një mesazh qytetarëve ku e quajti këtë protestë si ditën kur populli opozitar i bën gjyqin kreut të qeverisë. Protestuesit kanë hedhur drejt kryeministrisë lëndë shpërthyese, fishek zjarre dhe sende të forta. Disa efektiv të policisë së shtetit kanë mbetur të lënduar gjatë protestës. Tensionet u përshkallëzuan menjëherë pas përfundimit të fjalimit të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Forcat e rendit reaguan duke përdorur gaz lotësjellës, ndërsa nuk mungoi as makina e ujit, e cila hodhi ujë me presion drejt protestuesve. Policia forcoi masat e sigurisë dhe ndërhyri për shpërndarjen e turmës. Situata mbetet nën monitorim nga autoritetet, ndërsa policia po vlerëson dëmet dhe pasojat e ngjarjes. Më parë, policia kishte marrë masa të repta duke zbritur në terren 1350 efektiv për mbarvajtjen e tubimit. Opozita ka paralajmëruar se protestat përpara kryeministrisë do të jenë të qëndrueshme dhe vazhdimi një sër aksionesh politike deri në largimin e qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.